Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm, ku do të trajtojmë si gjithmonë tematika interesante, tepër unike, të bukura, të thella dhe me një kapacitet shumë të lartë të trupit ose atë që ne e njohim si mendja, trupi mental. Sot do të flasim në përgjithësi pak për simbolizmin dhe dy simbole të cilat unë do t'i trajtoj pak më me detaj, gjarprin dhe lotusin. Shumë nga ne e njohin gjarprin si një simbol të frikshëm ose që sjell një fat të keq, i cili është gjithmonë ajo natyra e keqe ose djalli ose fat keqsjellës. Pra, në Shqipëri kemi dhe ato mitologjit ose historitë e vjetra ku tregohet që gjarpri ishte ai rojtari i shtëpisë, për shembull gjarpri i zi i shtëpisë, ku tregohet se ne nuk duhet ta vrasim atë sepse të ndodh një fatkeqësi. Ose nëse gjarpri të pret rrugën me makinë, ti duhet ta shtypë se po nuk e shtype do të ndodh një fatkeqësi. Kjo gojdhen ose histori që ka kaluar goj më goj dhe brez pas brezi ka ardhur dhe te ditët e sotme ku trajtohen këto tema nga të vjetrit, por edhe nga të rinjtë që duan të kuptojnë më shumë. Ç'është e vërteta, gjarpri shikohet në shumë pikpamje dhe në shumë simbole të ndryshme dhe kuptime të ndryshme. Para se unë të ndaloj te gjarpri, ne duhet kemi një koncept më të qartë se çfarë janë simbolet. Kohë më përpara që nga qytetrimet e lashta sumere, Egjipti i lashtë, Greqia, simbolet janë një informacion shumë i detajuar, ose më saktë janë një paket informacionesh të mbyllura në një vend për të transmetuar shumë mesazhe vetëm te ata njerëz që janë të aftë të zbërthejnë këto simbole ose të kuptojnë gjuhën e simbolikës. Janë dashur shumë kohë që një informacion i detajuar të mblidheshe në një libër dhe të ruheshe, ndërkohë mund të bëheshe një simbol dhe aty të vendoseshe i gjithë informacioni brenda këtij simboli. Pra, është një paketim informacioni i detajuar brenda një simboli. Dhe kështu lindi simbolika. Për të ruajtur dhe sekretet e tjera, njerëzit ose shkollat mistike vendosin që të mbanin këto, t'i ruanin këto informacione në simbole të ndryshme, duke i fshehur përballë ose përpara syve të popullit. Vendi sekret më i mirë është kur ne kemi diçka përpara syve tanë dhe ne nuk e shohim atë. Ky është simboli, që ne ta shohim atë dhe nuk do ta kuptojmë. Nuk do ta shohim në atë formën që ai vërtet do të transmetojë tek ty, por do ta shohësh në një formë që të është thënë random ose në përgjithësi gjatë gjithë kohës, ku tregohen për shembull se gjarpri është një kafshë dhe do të kafshojë, por nuk të thonë që ose të kanë thënë që gjarpri është satani, gjarpri është i keq, gjarpri do të bëj keq. Dhe kjo është një metodë e gabuar që shoqëria rritet, sepse nëse gjarpri është i keqi dhe ti je i miri, kjo është shumë gabim. Nëse gjarpri të kafshon dhe ti çfarë duhet të bësh kur të kafshon gjarpri, duhet vesh edhe ti ta kafshosh. Ose nëse gjarpri të del në rrugë dhe shikon punën e ti duhet vesh ta shtypësh. Ose ta vrasësh? Jo. Pse? Sepse gjarpri ka një lloj intelektualiteti në gradë të caktuar. Ne ndahemi në grada të caktuara ose në shkallë të caktuara që të kuptojmë ideologjinë tonë si qenie. Ne jemi e vetmja kafshë që eci me 2 këmbë. Të gjitha kafshët janë të nënështruara dhe ecin me 4 këmbë në tokë. Në rafshin e parë është materia,
ose shkallën e parë, në shkallën e dytë janë lulet, natyra, në shkallën e tretë janë kafshët, ku futet dhe gjarpri, dhe në shkallën e katërt jemi ne. Janë edhe 3 shkallë të tjera, të cilat janë aspekte shpirtërore, por nuk po ndalem në ato, që të flas. Atëre, në ashtu si po thoja për traditat e lashta dhe në mitologji, gjarpri është parë si një krijesë e mashtrimit, e tundimit, një krijesë që sjell gjithmonë gjëra jo të mira, por dhe në disa tradita të tjera është parë ndryshe. Gjarpri fillon që në Bibël, ku tregohet se ishte ai që tundoi Evën ose Avan nëpërmjet mollës dhe duke i treguar atyre se do të kuptonin gjëra të tjera, do të ishin më të aftë dhe do të bëheshin njësoj si Zoti, ku do të njihnin të mirën edhe të keqen. Në këtë pak histori që unë përmenda, tregohet qartë se këtu është vetëm një alegori simbolike e cila tregon se gjarpri është tundimi, është mendimi tundues që ne kemi brenda vetes sonë. Janë instiktet tona të cilat ne na bëjnë skllav të botës materiale, ku molla përfaqëson botën materiale, përfaqëson dëshirën e madhe për ta provuar dhe për të humbur kërkimin e të brendshmes duke u marrë vetëm me gjërat e jashtme. Ne kemi këtu përgjigjen, por nuk kemi kohë ta shohim përgjigjen, sepse ne jemi të zënë duke u marrë vetëm me gjërat e jashtme. Ne nuk kërkojmë për të brendshmen tonë. Një tjetër alegori ku gjarpri përmendet është momenti ku Mojsiu ngrej gjarprin lart dhe i thot njerëzve se dhe ne duhet të ngrihemi si gjarpri. Pra, një tjetër moment historik nuk ka të bëj me atë gjarprin që vërtet ne kuptojmë, por ka të bëj me Kundalinin. Në traditat hinduiste ose në hinduizëm, gjarpri simbolizon energjin Kundalin. Energjia Kundalin është ajo energji që çlirohet duke filluar nga çakra bazë, që ndodhet këtu. Nëse ju nuk e saktësoni dot imazhin ku unë e tregova, është pjesa ku kalon ripi i pantallonave midis organit seksual dhe barkut, dhe ndodhet çakra bazë ku janë të gjitha instiktet që e mbajnë njeriu poshtë. Ajo mbart ngjyrën e kuqe dhe njihet ndryshe si rot chakra. Në këtë vend ndodhet dhe gjarpri jon, Kundalini, ose ndryshe i njohur si energjia e trupit. Tani çfarë ndodh kur ne ndjekim gjarprin në këtë rrugë? Ndodh që ne të ndjekim instiktet tona dhe të bëhemi të varur duke ndjekur instiktet tona, epshin ton, dëshirat tona dhe humbim dritën e brendshme. Dhe e kërkojmë atë jashtë. Një tjetër alegori që unë kam sjell sot për ju është alegoria ku Jezusi qëndroi 40 ditë në tundim dhe në shkretëtir nga djalli. Pra, ato 40 ditë tregohet që Jezusi nuk ishte vërtet në tundim, por ishte në tundim me veten e tij. Djalli simbolizon në aspektin biblik dhe atë ezoterik një pjesë të vetes sonë. Ne dim të jemi dhe Zoti, ne dim të jemi dhe djalli. Pra, është një alegori shumë e ndërsjelltë dhe e thellë që nëse do ta shikoni nga kjo pikpamje, do të kuptoni që ai ishte larg epsheve. Jezusi kishte arritur të zgjonte energjin Kundalin, këtë gjarprin, dhe ta ngjiste atë drejt rrugës së tij duke e shpënë në majtë të kokës. Gjithashtu dhe faraonët, po ti shikoni, mbanin gjithmonë një gjarpër në koka, në ato zbukurimet, ato gjërat që vishnin në rrobat e tyre, dhe një zog. Pse? Sepse dhe në traditat egjiptiane gjarpri simbolizonte dijen dhe dijen e fshehtë, mistikën, por simbolizonte edhe pushtetin që ka në anën materiale, ndërsa zogu simbolizonte
paqen shpirtërore dhe simbolizonte dhe dijen jo materiale. Dia është e ndarë në dy fusha, është ajo që studion materien, është edhe ajo që studion shpirtëroren. Pra, nga gjarpri që je poshtë, ne ngrihemi lart dhe bëhemi zok. Jemi të lirë në aspektin e mendjes. Gjithashtu dhe në disa piktura në krishtëri, nëse keni vënë re, është një zok, një plumb i bardhë, i cili prap simbolizon lirinë shpirtërore dhe mendimin e lirë të botës shpirtërore. Në rrugën tjetër që kemi një simbol tjetër është simboli i lotusit. Simboli i lotusit ka të bëjë me lidhjen e hinduizmit, ku tregon se lotusi është një lule që rritet në baltë dhe nga balta çel dhe bëhet aq e bukur, por është një simbol i transformimit të natyrës njerëzore, që do të thotë ne vim nga errësira drejt dritës, ne vim nga materia drejt dritës, ashtu si ne lindim në një maternitet, mater do të thotë materie edhe e manifestuar. Që kjo ka kuptimin që ne vim këtu dhe po ta keni vënë re si lidhet dhe me natyrën njerëzore kjo, me lotusin, lotusi lind në baltë dhe ne na thonë që Zoti ka krijuar njeriu nga balta dhe ne vim këtu në errësirë, domethënë po ta shikosh dhe nga ana biologjike, ne kur vim këtu i kemi flokët e zeza ndekte dhe pastaj teksa rritemi, thinjemi, bëhemi të bardhë, shkojmë drejt dritës, pra nga errësira shkojmë në dritë. Është një alegori simbolike shumë e thellë, por në ezoterizëm këto janë gjëra që duhet të bëhesh shumë vigjilent mbi mendimet tënde, të bëhesh shumë i vëmendshëm për atë çka mendon ti, edhe sa më shumë ti ta njohësh veten tënde, aq më shumë do t'i njohësh edhe të tjerët. Është një shprehje shumë e bukur që thuhet në ezoterizëm, ne i njohim të tjerët sa njohim ne veten tonë. Simbolika e gjarprit gjithashtu simbolizohet se dua t'i lidh dhe t'i bëj pak mix këto të dyja për të dhënë një mesazh më të qartë tek ju, sepse në ato që unë studioj çdo gjë është e lidhur, nuk ka diçka të ndarë që duhet ta studiosh. Kjo ka lindur kur shkenca e perëndimit mori shumë hapa të mëdhaja drejt zhvillimit dhe filloi t'i kanalizonte gjërat, dhe kjo solli që shumë pak njerëz të kishin një panoramë të madhe të makrokozmosit, sepse u detyruan që të ndaheshin në shumë degë të ndryshme për të mos bërë dot të lidhjen dhe për të thelluar atje dhe për të mbetur në ato labirinthet që shkenca sot ka sjell. Shkenca të ndihmon deri në një farë forme, por dikur ka qenë së bashku, bashkë me shpirtëroren, bashkë me ezoterizmin, bashkë me dijet, nuk kishin të ndara, çdo gjë është e lidhur. Ne jemi ata që i ndajmë të mirën, të keqen, të djallëzuarën, të bukurën, të sinqertën. Pra, asgjë nuk është kështu. Është natyra jonë që i ndan, janë mendimet tona që e bëjnë një person të mirë dhe një të keq, sepse i njëjti person mund të jetë i mirë në historinë e dikujt tjetër dhe i keq në historinë e dikujt tjetër. Kjo është ajo që unë gjatë gjithë kohës luftoj tek vetja ime, që ta kuptoj këtë dhe t'i jap një mesazh sa më të qartë. Pra, gjarpri mund të shihet edhe keq edhe mirë, mund të shihet edhe si një simbol i urtësisë dhe simboli i transformimit, sepse ai lëshon lëkurën e tij dhe një tjetër lëkurë del me të, një tjetër version i tij zhvillohet dhe një tjetër version i tij rritet, pra ti transformohesh, braktis versionin e vjetër për një të ri. Gjarpi gjithashtu është edhe simboli i përjetësisë, gjarpi që kafshon bishtin e tij. Çfarë do të tregohet me këtë simbol? Me këtë simbol tregohet që ne këtu jemi në një cikël, që çdo gjë që bëhet ky cikël i kohës përsërit veten. Ne bëjmë të njëjtin cikël që kanë bërë breza me radhë, asgjë më shumë. Nuk bëni asgjë më shumë. Çfarë do lloj arritje që bëni, ju thjesht po përmbushni ciklin. Nuk po bëni asgjë më shumë. Nëse ti shpik diçka, më beso shpikur më përpara. E kam bërë më përpara, pavarësisht se ti e di historinë ashtu, si e di.
historia shkruhet nga ata që kontrollojnë rrugët politike, shkruhet nga ata që kontrollojnë pushtetin si të duan. Napoleoni e ka thënë shumë bukur, fitimtari e shkruan historinë si të doj pasi ai ka fituar. Pra, e gjithë kjo histori dhe kjo simbolizëm fshihet tek simbolet e gjarprit. Gjarpri ka dhe një simbol tjetër, domethënës që është simboli balancës në shkopin e mitologjisë greke të Hermesit, që është perëndia greke dhe tregohet që ai mbante një skepter ose shkop me dy gjarprin të kryqëzuar në formën e ADN-s, duke simbolizuar balancën e rrugës së drejtë. Ky shkop njihet me emrin Caduceus. Gjarpri përmendet dhe në perëndinë e shërimit ose djalin e Apollonit Askeplos, ku ishte në mitologjinë greke, ku kishte dhe tempujt e Askleplos. Në pjesë të tjera gjarpri, për shembull në Egjipt, simbolizonte pushtetin, materjen dhe fuqinë që kishte mbi botën materiale. Në hinduizëm simbolizonte instiktet, ashtu si e tham, epshet dhe dëshirat. Por si bëhet që ky gjarpër të lidheshe me atë që ne sapo përmendëm, që quheshe lulja e lotusit? Lulja e lotusit vjen në traditat e hinduizmit, ku simbolizon lulen e jetës, dhe nëse do të kërkoni, lulja e jetës është gjetur edhe në traditat sumeriane, edhe në Babiloninë e lashtë, edhe në taoizëm, edhe në Tibet. Në shumë vende, lulja e jetës është njohur gjërësisht për saktësinë dhe formimin e saj në gjeometrinë e shenjtë që ajo ka, por dhe zhvillimin që lotusi bën është identik me lulen e jetës. Lotusi është simboli transformimit shpirtëror, nga balta ti fillon e vetëm apesh, zhvillohesh dhe bëhesh aq i bukur, por ajo njihet ndryshe dhe si kurora e kokës. Në sistemin energjetik të trupit, ku Kundalini është gjarpri energjetik i njeriut, që fillon nga rot chakra, ngjitet lart nëpërmjet dy kanaleve tona që kemi brenda trupit ton, të cilat janë kanalet Ida dhe Pingala, ku energjia e Kundalinit vjen nga gjarprinjt që kryqëzohen me njëri tjetrin, dhe kur shkojnë në gjendrën ose pikën e 6 ose chakrën e 6, e cila njihet si chakra e intuitës me emrin Ajna, atje ato e bëjnë njeriun të zgjohet, kjo energji e bën njeriun të zgjohet, të shohë më shumë, të dëgjojë më shumë, të konceptojë më shumë, të njohë më shumë për te dimensionit që ai percepton, për te realitetit që ai jeton, për te shqisave të tij që ai percepton, dhe të zhvillojë një klavojancë të pastër ku të arrijë të perceptojë dimensione më lartë të realitetit që ne na rrethon. Dhe pasi kalon dhe pikën e 6 dhe shkon te pika e 7 që ndodhet te kurora e kokës, që është ajo që ne përmendëm spiralja, që ndodhet në kuror të kokës, ose në gjuhën e popullit shqiptar këtej nga jugu përmendet si çaçka e kokës, është kurora ku çlirohet dhe lulja e lotusit, që ndryshe njihet si energjia shpërthyese, dhe ajo komunikon me rot chakrën dhe fillon të krijohet një aureol elektromagnetike me energji elektromagnetike, ku një anë punon në këtë lloj forme, do me thënë ngjitet nga lart, del nga kurora e kokës dhe vazhdon ulet pra poshtë, dhe ana tjetër bën të njëjtën gjë, por eci në këtë lloj forme, dhe ti fillon të zhvillosh këtu trupin eterik, astral dhe mental në nivele shumë të larta. Zakonisht, kjo në meditim është shumë e rëndësishme, por do të flasim një ditë tjetër për meditimin, se si ne ta bëjmë këtë dhe ta zhvillojmë. Ajo që unë dua të them është se
ne duhet të qëndrojmë më vigjilent për gjërat që ne shohim gjatë jetës sonë, simbolet e ndryshme, për të kuptuar paketën e informacionit që ato mbartin. Gjarpri nuk është ai që juve mendoni. Gjarpri është një simbol shumë i thellë dhe ka akoma më shumë për të folur për këtë, por në mesazhet simbolike që ai mbarti janë këto kryesoret. Është gjithmonë mbajini mend, i urti. Gjarpri është i urti, është tunduesi. Është ai që nëse ti nuk e kupton mundet edhe të shkatroj. Molla në Bibël përfaqësonte tundimin dhe botën materiale, përfaqësonte epshet dhe shijen. Pema e jetës të simbolizon ty ose pema e dijes. Pse? Sepse ne zhvillohemi brenda, në trupin ton zhvillohet një rrjet nervor në formën e pemës, i cili zhvillohet nëpërmjet gjeometrisë së shenjtë që njihet si ajo që folëm në emisionin e kaluar, gjeometria e shenjtë me fraktalet ose li, që ju duhet ta perceptoni pak këtë ose ta vizualizoni duke menduar një pemë që rritet brenda jush, dhe Eva dhe Adami janë po një simbol shumë i fortë alegorik, i cili ka akoma mesazhe më të thella që unë nuk do të ndalem këtu, sepse nuk është ky qëllimi për këtë, por simbolizon shumë gjëra më shumë, dhe gjarpri është ai që bëri një revolucion nëpërmjet njeriut, e bëri atë të shihte dhe anën tjetër dhe e dënoi, sepse nëse tregohet që Eva dhe Adami ishin të lumtur në kopshtin e Eden, gjarpri i tundoi ata duke i dhënë të anin mollën ose të menin nga pema e jetës ose e dijes. Dhe çfarë ndodhi? Zoti i thot, tashmë ju jeni bërë një nga ne. Që do të thotë se ata njihnin pjesën duale, që dhe Zoti e njeh pjesën duale dhe njeriu ka filluar dhe e njohu pjesën duale, anën tjetër të asaj. Pra është një energji që kjo lidhet akoma më shumë me mekanikën kuantike, ku ne duhet të thellohemi për të kuptuar nivelet e energjisë të ndryshme, siç është nivelet e energjisë kinetike, elektromagnetike, të cilat janë vetëse e njëjta energji me kaje të kundërta, ku ky baloni e tregon më së qarti këtë, si lart edhe poshtë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të kuptojmë. Ne duhet ta rilexojmë shumë herë Biblën që të kuptojmë shumë gjëra. Bibla nuk është një libër i thjeshtë. Është një libër për të gjitha nivelet dhe është një libër shumë i thellë, alegorik, simbolik. I njëjtë është edhe Kurani, që është një nga librat më të thellë dhe për të gjitha shkallët e nivelit intelektual, Bibla dhe Kurani janë dy libra shumë të thellë, por ke edhe pjesën e Kabalës, që është Zohari, është prap një libër shumë i thellë. Pra, gjatë gjithë kohës, nëse ti di të kuptosh simbolikën, në këta libra mund të kuptosh të vërteta shumë të mëdha për jetën. Unë ju uroj fat, shëndet, dhe dua që të bëheni pak më vigjilent në këto tematika që unë trajtoj, edhe pse të shkurta, unë dua të prek gjëra që ne të jemi koshient për botën që na rrethon. Një pyetje tjetër që mua më ka lindur dhe kësaj nuk kam arritur t'ia përgjigje është se kur gjarpri tundoi Evën dhe Adamin, Zoti e dënoi atë që i thotë se do zvarritesh të rjetën dhe do të hash dhe. Tani pyetja që mua më lind është si ka qenë gjarpri më përpara? Este më këmbë? Se ai i thotë je i mallkuar dhe do zvarritesh, do hecësh dhe do hash vetëm dhe gjithë jetën tënde. Pra, si ka ecur gjarpri më përpara? Do të doja shumë të kontriboni me komentet e juaja, ku të ndajmë ide të ndryshme mbi perceptimin që ne mund të kemi, ndoshta edhe dikush mund të ketë informacion më shumë se mua dhe ka lexuar këtë gjë dhe ka arritur të formsoj ose të kuptoj diçka. Pres në komente, sepse në pjesën tjetër do të bëjmë një përmbledhje të këtyre
3 emisioneve ku do të kemi një formë bashkëbisedimi së bashku me të gjitha komentet tuaja. Unë jam këtu që të rritim bashkëbisedimin ton, sepse duke formësuar më shumë mendimet, ne mund të krijojmë diçka më të përafërt rreth një të vërtete më të madhe se sa ne jemi. Deri atëherë ju përshëndes dhe ju uroj të mira nga unë Odisea. Mos harroni të ndiqni faqen Okult Ezoterizëm në YouTube, bëjeni subscribe channelit dhe të më ndiqni në faqen time në Instagram Ezoterizëm për më shumë informacione dhe detaje në botën e ezoterizmit.